Përshëndetje për të gjithë. Genta ka ardhur nga Anglia për ta festuar ditëlindjen e nanës. Mirë po, ata nuk e dinë se Genta ka ardhur. Genta mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Sepse ju do të kaloj nga shumë të nana dhe nana do normal do të pasohet se ajo nuk e pret se ti ke ardhur hiç, ajo ka pasur. Do të thëj po të kritet. Tash është. Në edisja mjaft është rrugë e gjatë, Anglia është shumë larg, por ti ke bërë mund të prej atje, por ta për ta festuar ditëlindjen e nanës. Normal për premtja vlen, sidomos për nanën. Është shpresoj që kena me kalu mirë. E faleminderit edhe për juve. Faleminderit edhe për jush. Selvete pasqyrit, stafit jo, që e bëni një punë të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve, çdo herë jam pjesë e juaja. Faleminderit shumë, shihemi pas pak. Pritëm nanë se jam tu i këtyje. Pritëm nanë se jam tu i arë. Na u lexu se për kujna kemi këtë surprizë. Urime ditëlindje nëna ime. Këtë ditëlindje të uron vajza Genta me familje nga gurbeti. Të shkruaj përmundje dhe sakrificën tënde me dot kohë e gjatë. Nën, ti që kohë su lodhe, tu falë veç dashni. Nën, që ti veç për gjithë neve mundohesh gjithmonë. O që sa kohë larg në gurbet i jetoj, e di që të mungaj. Është bërë kohë e gjatë që ditëlindjen tonë se kam festu me ty. Po këtë vetë nën do të festojmë së bashku, e inshallah edhe shumë vite të lumtura. Të urojmë dhe të duam djemt vajza të reja të një patëndesa. Pashtu urime dhe për juve të dhe, inshallah të të shashtë. Tjetër, ato s'ta kena morë, po ta morën shtash.